në fushën e Gjelbër pranë stadiumit Zahir Pajaziti, aty ku zemrat rahin fort për klubin e zemrës, Llapin. Kush është i radhës që do të shkruaj historinë e këtij klubi? Kush do ta nderojë qytetin dhe brezat e të gjithë atyre që jetuan për futbollin? Kush do të vesh fanelën me ngjyrat që ndriçojnë qiellin e Podujevës, ndërkohë që legjendat e 1932 brohorasin fitore? Sot, këto ngjyra dhe kjo histori na përfaqësojnë. Një ëndër që dikur dukej e largët, por që Fadil Vokri e bëri të mundur. Stadiumi Zahir Pajaziti mban trofejt, jo vetëm si histori, por si simbol frymëzimi për talentet dhe si motiv krenarie për tifozerinë. Në momentet e historisë janë ata që i dhan shpirt këtij klubi. Na mungon Miftar Ajvazi dhe shumë dashamir që e dëshën futbollin si jetën e vet. Por fryma e tyre është gjithmonë me ne. Në çdo gol, në çdo ngritje flamuri, në çdo duartrokitje. Urime Tahir Batatina, legjenda e 1932. Faleminderit për vizionin, për guximin dhe për punën që i dha qytetit tonë një ëndër të përbashkët.